Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot. Vëllezër dhe motra, Zoti ynë thot në Kur'anin famlart, ata të cilët kanë besuar dhe besimin e tyre nuk e mbeshen me padrejsi, do me thënë me shokvurje. Për ata do të ketë paqe, qetësi dhe siguri dhe ata janë të udhëzuar. Nëse sot shohim jetën e njerëzve dhe jetën e shoqërisë njerëzore, do gjejmë që njerëzit kanë shumë ankesa, shpesh herë ankohen për gjëra qesharake. Do gjejmë që njerëzit kanë shumë pakënaqësi për gjëra të mëdha, pakënaqësi për gjëra të vogla. Do gjejmë që njerëzit janë shumë ziliqar ndaj njëri tjetrit, kanë smir, kanë urrëtie për të mirat që i kanë tjerët, por harrojnë se me zilinë dhe smirën e tyre nuk i marrin të mirat të tjerëve, përkundrazi thjesht djegin zemrën edhe shpirtin e tyre. Në fakt, Profeti Muhammed a.s. na tregon që qetësia në shpirt e në zemër dhe siguria në shoqëri janë dy mirësi, janë dy dhurata të mëdha që i jep vetëm besimi në Zotin e gjithësisë. Profeti Muhammed a.s. na tha se ai njeri që kur gdhin mëngjesi është i qetë dhe i sigurt në familjen dhe në shtëpinë e tij, është i shëndetshëm në trupin e tij dhe ka të siguruar qoftë dhe kafshatën e ditës së tij, atij njeriu është dhënë e gjithë dynjaja me çka brenda saj. O Zot, lutemi ty që çdo ditë teksa lind dielli dhe gdhihemi në mëngjes, të falenderojmë për qetësinë dhe sigurinë që na ke dhënë në familjen dhe në shtëpinë tonë. Të falenderojmë ty për shëndetin në trupin tonë, të falenderojmë qoftë dhe për kafshatën e ditës tonë, e ta ndjem veten se me të vërtet ti na ke dhënë gjithë botën dhe çka brenda saj. Si mund vi qetësia në shpirt dhe në zemër, dhe si mund ta kthejmë sigurinë në shoqërinë tonë? Qetësia mund vi vetëm nga Zoti. Paqja, qetësia dhe siguria vijnë prej Zotit, sepse Zoti është paqe, Zoti është qetësi dhe është siguri, prej tij vjen paqja, qetësia dhe siguria. Sot shumë njerëz do të gjesh që janë të trembur, janë të friksuar nga vdekja, nga ajo që kanë frikë ta përmendim, se kur e përmendim vdekjen, oreksi ju paksohet, planet ju prishen, humori ju largohet dhe mundohen ta mbajnë sa më larg atë. Madje investojnë që vdekja të jetë larg, ata të jenë larg vdekjes. Edhe kjo jep njeriu një farë frike, një farë prishje planësh, një farë demoralizimi të brendshëm, dhe kjo i bën njerëzit të mos ndihen mirë dhe të qetë në shpirtin dhe në zemrën e tyre. I vetmi që e kuron këtë problem është besimi në Zot, sepse besimi në Zot na tregon dhe na bind që vdekja nuk është fundi, por është fillimi i një bote të pafund. Besimi në Zot na tregon që vdekja nuk është në dorën e njerëzve. Njerëzit, edhe nëse të duan ty, nuk mund ta shtyjnë vdekjen tënde, por edhe nëse të urrejnë ty, nuk e afrojnë dot vdekjen tënde. Vdekja është vetëm në dorën e Zotit. Zoti e di se njeriu kur do të vdes, ku do të vdes dhe si do të vdes. Vdekja është në dorën e atij që ka krijuar gjithçka, prandaj ji i qetë o njeri. Mos u trem nga vdekja, se vdekja nuk është gjë tjetër përveç se një prej ushtarëve të Zotit. Teksa rri dhe shqetësohesh, tremesh dhe friksohesh prej vdekjes, më mirë bëj diçka tjetër. Lodhu dhe mundohu të dish si ta jetosh jetën dhe ta zgjedhësh se si ke dëshirë të vdesësh, sepse profeti Muhammed a.s. thoshte, ashtu siç e bëni jetën tuaj, ashtu ka për t'ju ardhur juve dhe vdekja juaj, dhe ashtu siç ju vjen juve vdekja, ashtu ka për qenë dhe ringjallja juaj. Njerëzit sot teksa i dëgjon dhe i shikon, ke për t'i gjetur se tremben dhe friksohen shumë për hakun e tyre, për pjesën e tyre, për rrezikun e tyre. Ata kanë frikë se të tjerët ja bëjnë me hile, se të tjerët mund të marrin pjesën dhe hakun, dhe kjo i bën ata të tremben, të friksohen, të mos t'jenë të rehatuar brenda vetes së tyre. I vetmi që e zgjidh këtë është besimi në Zotin e gjithësisë. Besimi në Zotin na mëson dhe na bind. O njeri, qetësohu, mos u trem, mos u frikso për rrezikun tënd, sepse rreziku yt nuk është në tokë, ai është shkruar në qiell, thjesht ti e konsumon atë në tokë. Nuk kanë forcë njerëzit të shkojnë në qiell e të marrin rrezikun tënd. O njeri, sikur e gjithë bota të mlidhej,
për të shtuar ty rizikun dhe furnizimin qoftë dhe me 1 gram, nuk kanë mundësi ta bëjnë diçka të tillë. Por nëse e gjithë bota të mlidhet për ta hequr 1 gram për rrezikut të furnizimit tënd, ata nuk munden ta bëjnë diçka të tillë. Janë tharë fletët dhe janë ngritur lapsat. Pra kjo është caktuar prej Zotit, nuk vdes njeriu pa marrë dhe sekondin e fundit të jetës së tij në tokë dhe pa ngrënë dhe pjesën e fundit të rrezikut të tij, qoftë ai ushqim apo qoftë edhe 1 pikë ujë. Prandaj, o njeri, mos u lodh shumë, mos u trem për këtë, por thjesht vrite mendjen tënde, si ke për ta fituar rrezikun tënd dhe si ke për ta shpenzuar atë. Sot njerëzit i gjen të tremben dhe të friksohen për të ardhmen e tyre, për të panjohura që mund të vinë, për frikën që kanë për fëmijët e tyre, për shtëpinë, për pasurinë, për punën. E shpeshherë shikon njeriu që ta ngarkojë veten e tij me shumë pyetje, e të gjitha këto pyetje thjesht e lodhin njeriu shpirtërisht. Besimi në Zot na thotë që mos u mërzisni për të ardhmen tuaj. E ardhmja juaj është caktuar prej Zotit. Mos keni frikë se ajo që ju ka goditur nuk ka patur shansin që ju t'i shpëtoni asaj. Ajo që i keni shpëtuar nuk ka patur shans që t'u godasë. Rreziku, pra kaderi, është caktuar prej Zotit. Qasu atij pozitivisht, mendo mirë për Zotin, mendo mirë për caktimin e Zotit dhe për ta gjetur që caktimi i Zotit ka përqeni mirë me ty. Lutju Zotit se lutja dhe duaja e kthen mbrapsht dhe kaderin e Zotit. Kur dikujt i erdhën njerëzit dhe thanë, kini frikë, trembuni se e gjithë bota është mbledhur kundra jush, ata thanë, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Neve na mjafton Zoti dhe ai është mbështetja më e mirë. Ai është miku më i mirë, ai është mbështetja më e mirë. Njerëzit sot i gjen të investohen, të lodhen, shpeshherë dhe të stresohen që t'i bëjnë qefin tjerëve. Mundohen t'i bëjnë qefin me çdo formë, shefit të tyre që kanë në punë. Mundohen t'i bëjnë qefin publikut, i cili do t'i duart rokas apo do t'u jap like. Mundohen t'i bëjnë qefin njerëzve të tjerë me fjalët e tyre, me sjelljet dhe me punët e tyre. Por besimi na thotë, o njeri, po se shkatërro veten tënde, se arritja e kënaqësisë që të kënaqësh të gjithë njerëzit është qëllim që nuk mbërrihet asnjëherë në këtë botë. Njerëzit në këtë botë, jo vetëm ti, por të gjithë nuk kanë arritur dot t'i kënaqin të gjithë. Një pjesë kënaqen dhe ndoshta shumica mërziten ndaj teje. Edhe ata që janë të kënaqur sot ndaj teje, ndoshta nesër mërziten ndaj teje. O njeri, qetësohu dhe syno diçka tjetër, syno kënaqësinë e Zotit. Se ai njeri që synoi kënaqësinë e Zotit, Zotin në fund ka për t'i bërë që edhe njerëzit të kënaqen ndaj tij. Kurse ai njeri që synoi kënaqësinë e njerëzve duke fituar zemrimin e Zotit, Zoti do të bëjë një ditë që edhe njerëzit që e deshën dhe u kënaqën me të, ata të zemërohen një ditë ndaj tij. Besimi na thotë të ngjajmë Musait alayhis salam, i cili tha, wa ajiltu ilayka rabbi litarda. E unë nxitova drejt teje, Zoti im, që ti të kënaqesh me mua. Vëllezër dhe motra, nuk ka pasuri më të madhe për njeriu se sa qetësia, se sa garancia, rahatia që ka në shpirtin dhe në zemrën e tij. Edhe nuk ka torturë më të madhe për njeriu se sa kur zemra e tij, ku shpirti i tij, ku vetvetja e tij nuk janë të qeta dhe nuk janë të lumtura. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam lutej gjithmonë me këtë lutje: O Zot, unë kërkoj mbrojtje prej teje nga çdo breng edhe nga çdo mërzitje. Unë kërkoj mbrojtje prej teje nga çdo frikë dhe nga çdo gjë e cila më bën të mos ndihem mirë. O Zot, na ruaj nga kopracia, nga frika, nga bara e rëndë e borxhit dhe nga nështrimi përpara njerëzve të tjerë. Por vëllezër dhe motra, nëse besimin e Zot qen ka melhem për shpirtin, qen ka qetësi për mendjen, qen ka rahati për zemrën, kjo nuk është vetëm për njeriu, kjo është edhe për shoqërinë tonë. Shoqëria jonë shpeshherë do ta gjesh se është e pasigurt. Është e pasigurt në punën e saj, në shtëpitë e tyre. Njerëzit janë pasigurt për familjet e tyre, për të ardhmen e tyre. Janë pasigurt shpeshherë në rrugë, të pasigurt në shkolla.
madje të pasigurt edhe në sallat e gjykatave ku duhet vendoset drejtësia, ndërsa besimi në Zot është ai që i kuron këto probleme dhe është ilaçi më i mirë që kontribon në sigurinë, në qetësinë dhe në garancinë e shoqërisë. Sikur shteti, institucionet, arsimi, shkollat ta dinin se çfarë kontributi luan besimi në zbutjen e zemrave të njerëzve, në pastrimin e ndërgjegjeve të tyre, ata duhet të investonin shumë për këtë besim, se ky besim i mëson njerëzit që haku i tjetrit, që gjaku i tjetrit, që jeta e tjetrit dhe nderi i tjetrit janë haram, janë të shenjta, janë të paprekshme. Nuk mund t'i bësh halal ato, nuk mund t'i lejosh ato duke falsifikuar disa dokumenta, apo duke qenë i aftë dhe orator në atë që thua, apo duke patur forcë dhe pushtet për të ndryshuar të vërtetat. Ti mund t'i ndryshosh të gjitha këto, por s'mund ta ndryshosh të vërtetën tek Zoti. Transmetohet se profeti Muhammed a.s. thoshte: o njerëz, keni frikë nga padrejësia, mos i hyri në hak njëri tjetrit. Nëse mua më vinë dy persona për një padrejësi mes tyre dhe njëri është më orator se sa tjetri dhe me fjalët që thot mba mush me mua mendjen dhe unë ja jap atij hakun edhe pse ai është në padrejësi, le ta di ai person që unë i kam dhënë me vete një copë nga zjarri i xhehenemit. Mund ta ketë marrë hakun e vllait të tij, por bashkë me atë hak ka marrë dhe një pjesë nga dënimi. Ata njerëz që kanë frikë nga dënimi i Zotit, ata njerëz që kanë frikë nga dalja përpara Zotit, ata njerëz që e dinë që do të llogariten për të madhen dhe për të voglën, ata nuk mund të hyjnë hak tjetrit as në pasurinë e tyre, as në gjakun e tyre, as në nderin e tyre, edhe sikur ti kenë të gjitha mundësitë për ta bërë diçka të tillë. Në kanë transmetuar të parët tanë një histori, në cilën thuhet se Abdullah ibn Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, po u thonte një ditë me shokët dhe me miqtë e tij. Në rrugë ata gjetën një djalosh i cili po kulloste delet e tij, një çoban, një bari, njeri i thjesht, e deshën ta testojnë atë në besimin e tij, në vlerat që mban në shpirtin dhe në zemrën e tij. Dhe i thanë: a ka mundësi të na shesësh një prej deleve, se jemi të nevojshëm për të dhe të paguajmë sa të kesh dëshirë? Djaloshi u përgjigj shumë thjesht dhe shumë qartë. Tha: nuk jam unë personi që mund t'i shes, unë jam çobani, pronari është tjetër kush, shkoni dhe blieni tek ai. Pastaj ata i thanë: po nëse ne të japim paran për një prej këtyre deleve dhe ti në darkë shkon dhe i flet pronarit tënd dhe ja mbush mendjen atij që kjo dele urzua dhe ngordhi apo erdhi ujku dhe e mori me vete. A të pranon, a bindet pronari, a i mbushet mendja atij? Betohem në Zot, tha, që pronari ka aq besim tek unë sa jo për një dele, por edhe për shumë dele ai më pranon dhe bindet dhe pranon fjalën time. Por përsëri nuk mund ta bëj diçka të tillë, se kam një hall tjetër. E çfarë halli i ke? I than ata. Tha: mirë, unë mund t'ja mbush mendjen, mund t'a bind pronarin tim, e si do t'a bind unë Zotin tim? Si do t'a bind atë Zot, i cili e di mirë se çfarë shikoj, e di mirë se çfarë dëgjoj, e di mirë se çfarë kam unë në shpirtin dhe në zemrën time, çfarë bluaj unë në mendjen time, e ku mund t'i fshihem unë Zotit? Thonë që Abdullah ibn Omeri bosjeshi dhe tha: sa të ketë njerëz të tillë, Islami, feja dhe besimi do t'jenë mirë. Merreni këtë djalosh dhe vendoseni në drejtimin e njerëzve, se ai njeri që ka frikë hakun e pronarit tek delet e tij, ka për të patur frikë dhe Zotin tek krijesat e tij. E lut Zotin e gjithësisë që të na jap Zoti paqe, qetësi, garanci dhe siguri në zemrat tona, paqe, qetësi dhe siguri në familjet tona, paqe, qetësi dhe siguri në popullin tonë që është më së i nevojshëm për këtë paqe dhe për këtë qetësi. O Zot, na mundëso të jetojmë me paqe, me qetësi dhe siguri sa jemi gjallë, na mundëso që të vdesim me paqe, qetësi dhe siguri, na jep paqe, qetësi dhe siguri në varret tona, mbi urën e Siratit, na jep o Zot paqe, qetësi dhe siguri ditën kur të gjithë do të dalim përpara Teje, ditën kur zemrat do të tremben dhe do të rrotullohen në përkraharore, ditën ku gjunjët e njeriut nuk do të mbahen, por do të bien në tokë, ditën
kur sytë e njerëzve nuk kanë guxim të shikojnë drejt, por ulin kokat e tyre nga frika e llogarisë përpara Zotit. O Zot, ti je paqja, ti je qetësia, na jep paqe, qetësi neve, familjeve tona, të gjithë muslimanëve dhe të gjithë botës. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.